Kjo është atmosfera e krijuar nga nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Koto Hoxhi në Gjirokastër. Kënga dhe vallja shqiptare erdhi nën interpretimin e fëmijëve të ciklit fillor, në një organizim të veçantë kushtuar dy datave të rëndësishme të historisë së vendit tonë, 28 dhe 29 nëntorit. Të çliruar Shqipëria? 29 nëntor. Dita e flamurit cila është? 28 nëntor. Atë ditë ngriti Shqipëri flamurin në Vlorë. Çfarë kostumi keni veshur? Sot ne kemi veshur kostumet e Shqipërisë së Mesme. Unë jam shumë e gëzuar që jam pjesë e kësaj feste. Të gëzoj festa e Shqipërisë. Unë jam shqiptar. Aktiviteti Festë të Madhe ka sot Shqipëria, zhvilluar në Pallatin e Sportit, bëri bashk kostumet popullor të trevave të ndryshme shqiptare, të cilët u mbajtën veshur me krenari nga e ardhmja e këtij vendi. Në kuadrin e javës së aktiviteteve për festat e 28 dhe 29 nëntorit, Shkolla Nëntëvjeçare Koto Hoxhi ka organizuar një aktivitet me temën Festë të Madhe ka sot Shqipëria. Siç e shihni, fëmijët me veshjet kombëtare nga të gjitha trevat e Shqipërisë, nga Kosova, Maqedonia, Çamëria dhe gjithë Shqipëria, përfaqësojnë më të bukurën kulturën shqiptare, përfaqësojnë më të ndjerën dhe më të ëmblën dasmën shqiptare, me simbolin e përbashkët flamurin kombëtar. Çdo shkollë e kopësht në Bashkinë Gjirokastër këtë ditë është dekoruar me simbolet e festave të nëntorit, ndërsa përmes organizimeve të ndryshme, fëmijët dhe të rinjt shprehin dashurinë për atë dheun dhe vlerësimin për figurat historike dhe dëshmorëve të rënd për një Shqipëri të lirë.